Kënga Nan e Alice, plaga e shqiptarëve, shndrohet në univers universal në vjenën e Eurovisionit. Më 12 deri në 16 maj, kënga e re e kontinentit plag do shndrojë vjenën e gjigantëve të muzikës e të artit, arkitekturës e mendimit në kryeqendrën e ngjarjeve të ndryshme edhe të rakimeve politike. Në nisjen e gjysmëfinaleve të Vjenës këtë të martë në kryeqytetin austriak është shënduar epicendra e tërmetit artistik që përfshin mbar kontinentin. Eurovision Song Contest nuk është thjesht një garë televizive, është rikthimi një rituali dekadash. Në këtë atmosferë, rrjeti prestigjos BBC ka publikuar një analizë ruse të 35 këngëve konkurruese, duke skanuar çdo detaj nga produksionet deri tek mesazhet gjeopolitike. Skena e madhe e Vjenës këtë vit nuk po dëshmon thjesht një performancë muzikore, por një akt rrënjëtës të dëshmive njerëzore. BBC e ka klasifikuar këngën Nan të Alice në kategorinë elitare të teksteve me kulturë të lartë, duke vlerësuar si një nga narrativat më të fuqishme emocionale të edicionit të fundit të Eurovisionit. Të urojmë që kjo këngë tashmë, pasi kaloi një moment katartistik në netet e festivalit të këngës në RTS, të shndrohet në një himn të dhimbjes universale të nënës dhe të ketë një vlerësim edhe nga ky festival. Alice interpreton Nan me sinqeritet, pasion që është e vështirë të krahasohet. Ai nuk këndon thjesht vargjet, ai jeton traumën e ndarjes.